Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar vjedhjen dhe mashtrimin miliona euro që është bërë shqiptarëve me ministren virtuale Djedha. Lideri i opozitës ka publikuar studimin e ekspertit të njohur Patrick Kurik, i cili në një analizë të thelluar ka zbuluar se Djedha nuk është një aplikacion apo një program i inteligjencës artificiale për një fasadë, një titull pa asnjë lloj përmbajtjeje. Shqipëria, sipas ekspertit të teknologjisë, dështoi në ngritjen e sistemeve teknologjike dhe ju vollën të dhënat vazhdimisht e në vend të marrjes së masave, kaloi në propagandë me Djedhën, që edhe sot rezulton një avatar pa tru, e në vend të punës kundër korrupsionit, rezultoi se edhe ndërtuesi Saj Akshi ishte një strek korrupsioni. Në konferencën me gazetarët, kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi Djedhën një mekanizëm të gritur nga Edi Rama për të vjedhur dhe mashtruar shqiptarët. Se Djella është një mashtrim dhe vetëm mashtrim, por të vjedh disa milion euro dhe asgjë tjetër. Ndërkohë që Djella s'kishte asnjë lidhje me urtësinë artificiale, nuk kishte asnjë element të saj, ishte thjesht një avatar bosh, një bllof i Edi Ramës për të maskuar vjedhjet e tij të tmerrshme që do të dëshmoheshin dhe që dëshmohen çdo ditë. Djella është vepër e grupit më të rrezikshëm strukturuar kriminal, Edi Ramës dhe lindave të Akshit, Ergyz Agasit dhe Ermal Beqirit. Fal një eksperti ndër më të shquarit e fushë ndërkombëtar, Patrick Kurik, ai nxjerr se ministra Djella nuk ka absolutisht as dhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Se është fundekrye, është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe. Pasi akuzoi Edi Ramën si përgjegjës për këtë vjedhje miliona euro e mashtrim, Berisha kërkoi dorëheqjen e presidentit Bajram Bega, që nxorri një dekret për ministren virtuale. Ky është një krim i shëmtuar, kushtetues. Kjo është një damkosje tjetër e imazhit të Shqipërisë në Europë dhe në botë. Sikur të kishte minimumin një nonagram moral, Edi Rama pas zbulimit të këtij skandali duhet të jepte menjëherë dorëheqjen. Duhet pasonte pas tij pengu i Edi Ramës, Haram Begaj, por të lidhur në krim njëri me tjetrin, asnjëri nuk pranon të jap dorëheqjen. Teksta komentoi intervistën e Mirlinda Karçanajt, Berisha tha se ish drejtoresha Akshit mashtroi shqiptarët në mënyrën më të turpshme për të mbrojtur Linda Ramën, njeriu që vendoste mbi tendrat e këtij institucioni. Kryemafiozja e Akshit, Mirlinda Karçanaj, me pacipsin më të madhe, apo Lubia Bis, u paraqit mbrëm në studio televizive për të faktuar shqiptarve mashtrimet publike të paturpshme që bëri Edi Rama për të gjorën Mirlinda, për të mbrojtur de facto lindën e Surrelit. Në fakt, Edi Rama, një lloj si Lubis, edhe ndaj saj do ishte javë të mirë të çdo veprim, por ka një problem të madh. Në qoftë se në rast e Lubis qëndron vetë mbrapa direkt, aksioner me 60% të dosjes, në rast e Mirlindës, drejtoreshe vërtet de facto është lindja e Surrelit. E njohur dhe mirënjohur, me dokumenta zyrtare në dosje prokurorie. Kjo e fundosi dhe më zi Edi Ramën, sepse Mirlinda, që në fakt është një prestonome në shumë afera e lindës së Surrelit, jo që nuk mbrojti dot asnjë nga mashtrimet e Edi Ramës, por përkundrazi, me qëndrimet e saj, me pamjen e saj, ajo faktoi të gjitha. Kreu i opozitës tha se të gjitha gënjeshtrat e Karçanajt duhet të hetohen nga organi akuzës dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë.